Nga diaspora për kombin. Thirrja e filantropit Lazim Destani për Unitet, një përmbledhje e kësaj ngjarje në syrinë e 30 shtator u mbajt një mbrëmje veçantë me afarisë e shkencëtar shqiptar, ku spikati filantropi Lazim Destani, i njohur për bamësi, vizion dhe përkushtim ndaj unitetit kombëtar. Takimi ishte organizuar në një restorant shqiptar shoqëruar me prezantimin e pureve Kunto, një brand shqiptar me renome ndërkombëtare që u veçua nga edicioni i limituar LD për nder të vetë zotit Destanit. Pranishmërit mes tyre personalitetet e shquar diasporës shijuan atmosferën miqësore dhe ndani ide e përvojë. Në fjalën e tij, zoti Lazim Destani theksoi se qëndron larg politikës, por afër kombit me shpirt e me zemër. Ai përithye që shqiptarët në Kosovë e Maqedoni të marrin pjesë masivisht në zgjedhje duke ruajtur vëllazërinë dhe unitetin. Vetëm bashkuar jemi të fortë, të ndarë mbetemi të dobët. Edhe ambasadori i Maqedonisë së Veriut, Recep Demiri, përmes një mesazhi vlerësoi rolin e Destanit si figurë që gjithmonë ka ditur të mbledh shqiptarët rreth vetës. Mbrëmja u përmbyll me idenë se bashkimi është bekim, ndërsa përçarja mallkim. Mesazhi i qartë i filantropit: shqiptarët kudo që ndodhen duhet të ruajnë besën, nderin dhe unitetin për të dëshmuar para botës historinë dhe kulturën e tyre si një ndër popujt më të vjetër dhe dinjitos të Evropës. Lazim Destani kërkon unitet shqiptarëve përtej politikës, përtej kufive, duke i bërë thirrje diasporës dhe vendlindjes të bashkohen për një të ardhme dhe më të fortë.